Unë së bashku me kolegët e mi nga Ministria e Bujqësisë për t'ju njoftuar mbi vendimin për ndarjet buxhetore për sektorin e bujqësisë për vitin 2026. Ajo çfarë është e rëndësishme t'ju theksojmë është që këtë vit kemi një arkitekturë të re sa i përket shpërndarjes së mjeteve për mbështetjen e bujqëve. Në tërësi këtë vit me vendimin e djeshëm ne po ndajmë 77 milion euro për të mbështetur bujkun në prodhim, gjithandej po ashtu edhe subjektet të cilat merren me përpunim, fermat dhe fermerët, po të njëjtën kohë dhe masat për stabilizimin e tregut. Arkitektura e re e mbështetjes për bujqësi përfshin 3 shtylla themelore. Programi për pagesa direkte në vlerë prej 59 milion euro. E dyta është programi për zhvillim rural në vlerë prej 10 milion euro dhe e treta është programi për masat e stabilizimit të tregut në vlerë prej 8 milion euro. Do t'ju informoj që pagesat direkte këtë herë janë të strukturuara në atë mënyrë që të mbështesin bujqit, po të njëjtën kohë edhe të administrohen sipas praktikave më të avancuara që promovohen në kuadër të politikës së përbashkët të bujqësisë të Bashkimit Evropian. Fillimisht tek shtylla e pagesave direkte, rreth 20 milion euro do t'i dedikohen sipërfaqeve të punuara. Rreth 34 milion euro do t'i dedikohen lidhjes me prodhimin, pra janë skema të lidhura me prodhimin. Jo vetëm sipërfaqe të punuara, por e rëndësishme dhe e veçanta kësaj here është që skema do të lidhen drejt për drejt me prodhimin për të promovuar performancën. Po ashtu është mbështetja e rishpërndarjes. Për herë të parë, fermat e vogla dhe të mesme do të marrin një mbështetje më të madhe, sikurse edhe skema e re për bujqit që futën për herë të parë në skemat që ne i administrojmë. Po ashtu, për të mbështetur mjedisin dhe praktikat e mira bujqësore, kemi themeluar edhe një skemë të re, ekoskema. Në kuadër të saj, mbështetet bujqësia organike dhe gjitha praktikat që ndihmojnë bujqit për të avancuar mbrojtjen e mjedisit, apo praktikat bujqësore që mbështeten në praktika miqësore me mjedisin. Tek programet e transformimit të bujqësisë, e cila përfshihet në kuadër programit tonë për zhvillim rural. Këtë herë kemi alokuar 10 milion euro dhe përqendrimi themelor është tek perimet dhe hortikultura intenzive. Ajo çfarë Kosova ka nevojë, importon shumë dhe ne kemi nevojë të zëvendësojmë importet për diçka që ne dimë dhe mund ta prodhojmë. Pra është hortikultura intenzive dhe të gjitha sipërfaqet e tokës të lidhura me sisteme formale të ujitjes, që nga sistemi i Radoniqit, i Drinit të Bardhë rreth Pejes edhe i Stogut, i Brelepenci nga Mitrovica deri në Prishtinë, do të themelohet një skemë e re për të mbështetur këto zona në hortikulturë intenzive. Po ashtu dhe zona tjera, të cilat nuk kanë sistem formal të ujitjes, do të mbështeten në tranzicion apo për të adoptuar forma tjera të ujitjes. E dyta, do të mbështetet sektori i pemëve. Kosova importon rreth 50 milion euro pemë në baza vjetore dhe ne mund t'i prodhojmë ato dhe qëllimi kësaj here është që të inkurajohen mbjellja dhe kultivimi i pemëve, sidomos ato të imta manore ku Kosova ka një përparësi konkurruese. E treta që është e rëndësishme, do të mbështetet prodhimi i qumshtit, prodhimi i mishit në ferma, do të mbështetet prodhimi i trithrave dhe e rëndësishme edhe tek sektori i vreshtarisë. Pjesa tjetër e rëndësishme tek programi i zhvillimit rural përbën përpunimin. Bujqit tonë ka nevojë që të mbështeten, që t'i përpunojnë prodhimet bazë dhe në të ardhmen po ashtu të përgatiten për eksport. Për këtë arsye kemi futur masa të reja për të mbështetur certifikimin me standardet më të larta, që është e rëndësishme, të mbështesin përpunimin e pemëve dhe perimeve dhe po ashtu dhe produkte tjera shtazore. E veçanta e skemës së zhvillimit rural kësaj here
është që për herë parë futet një skemë e re për të mbështetur fermerët e rinj. Rreth 1 migrante parashihen të hipën për fermerët të rinj në moshë, në mënyrë që të rigjenerohet kuadri jonë i bujqëve në Kosovë. Në fund më lejo t'ju informoj po ashtu, në kuadër të masave të stabilizimit të tregut, për herë të parë themelohet kjo masë dhe qëllimi kryesor është që Kosova edhe Ministria e Bujqësisë të jetë në gjendje të përgjigjet në destabilizimet që po ndodhin në treg. Për këtë arsye kjo masë favorizon pagesat e inputeve në bujqësi dhe këtë herë prioritet do të jetë pagesa dhe kompenzimi i bujqëve për naftën, për farën e grurit dhe po ashtu masa tjera të cilat do të përcaktohen në kuadër të udhëzimit administrativ. Të nderuar, më lejoni ta përmbledh këtë konferencë për shtyp për t'ia kaluar fjalën kolegëve të mi, mirë po ajo çfarë unë dëshiroj të përmbledh është që këtë herë përqendrimi themelor është që mbështetja të përcaktohet shpejt, të jetë mirë e strukturuar për të arritur objektiva të Ministrisë së Bujqësisë, por e rëndësishme ne do të kujdesemi që thirrja për këto aplikime të hapet në afatin më të shpejt dhe kësaj here pagesat të bëhen në afat rekord. Ne ju falenderojmë juve dhe gjithë bujqit e Kosovës dhe do jemi në kontakt në vazhdim për të mbështetur prodhimin, për të mbështetur performancën në bujqësi dhe mbi të gjitha avancimin edhe plotësimin e sa më shumë kriterëve të Bashkimit Evropian në sektorin e bujqësisë. Falenderoj kolegët e mi nga Ministria e Bujqësisë për gjitha detajet që u dhanë. Ajo çfarë është rëndësishme është që këto përshkrime do vazhdojnë të bëhen të detajzohen kuadrë të udhëzimit administrativ edhe kuadrë të thirrjes, e cila do të hapet së shpejti. Po ashtu Ministria do të organizojë sesione informuese për gjithë fermerët të drejt që dëshirojnë të kyqen në sektor, por ajo çfarë po theksojmë sot është që mbështetja vetëm për këtë vit është 77 milionë euro, është mbështetja më e lartë ndonjëherë që është përfruar në kuadër të buxhetit, plus asaj edhe 10 milionë euro kontribut që i ka dhënë Ministria e Bujqësisë në kuadër programit të përpashkët për zhvillimin rural me Gizin, pra në tërësi bëhet fjalë për 87 milionë euro që do të zbatohen vetëm këtë vit, edhe qëllimi jonë primar është që të inkurajohen fermerët jo vetëm të prodhojnë, të mbjellin sipërfaqe, por edhe të prodhojnë cilësi në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e vendit dhe në të ardhmen përmes certifikimit dhe po ashtu të eksportojnë në kultura ku ne kemi përparësi konkurruese. Ju falenderoj shumë, vetëm t'ju informoj që bashkë me mua është edhe Imer Limoni, i cili është duke vështruar detyrën e drejtuesit të Agjencisë së Zhvillimit të Bujqësisë, edhe Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë do të jetë në gjendje të informojë fermerët për modalitetet e zbatimit, por ajo çfarë ne jemi të akorduar parimisht është që këtë vit të vazhdojmë me një kalendar të parashikueshëm edhe të mos ketë vonesa në pagesa. Bashkë me mua është edhe sekretarja e përgjithshme e Ministrisë, zonja Venera Qerkini, dhe jemi të gatshëm për të trajtuar pyetjet që apo interesin që mund të keni për çështje specifike. Pajto, është pyetje me vend, unë do t'ju informoj se në cilësi të ministrit, po ashtu këtë vit kam propozuar masa shtesë për kontrollin dhe auditimin e gjitha mjeteve. Ato do të jenë duke trajtuar çështjet e konfliktit interesit. Shumë është më rëndësi që ata që merren me administrimin për zgjedhjen e progresin e projekteve të caktuara të lirohen apo të informojnë në lidhje me konfliktet potenciale të interesit. Shumë është më rëndësi që kjo mbështetje e paraparë për bujqit të shkojë vetëm për bujqit. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është kontrolli ex ante dhe ex post. Ne do t'i fuqizojmë kontrollet ex ante, që janë para dhënies së ndihmës. Kësaj here me shpresë do pilotojmë për herë të parë edhe pamje satelitore, pra për të verifikuar mbjelljet, krahas kontrollit fizik, do i verifikojmë edhe pamje satelitore. Ideja është që mbështetjet e jepet aty ku vërtet për bujkun i cili punon dhe vërtet e meriton, edhe për fermerët aktiv. Shumë është më rëndësi kjo, për fermerët aktiv. Po ashtu do të ketë mbështetje kontroll ex post, shoqëria dhe ju do të informoni fije për pa, për gjitha zhvillimet, përfshirë dhe raste të tilla, dhe super kontrolla aktiviti, po ashtu do t'i adresoj këto çështje. Përmes jush më lejo të informoj bujqit e Kosovës. Po flas për bujqit aktiv
edhe bujqit real. Mbështetja që kemi këto është e synuar për juve. Ne do të kujdesemi që kjo mbështetje të mos shkojë aty ku nuk duhet, po të shkojë aty ku duhet, sepse vërtet kemi nevojë për të prodhuar më shumë ushqim. Kemi nevojë që t'i zëvendësojmë 1.5 miliard euro që i importojmë produkte të freskëta bujqësore. Unë besoj që Kosova mundet dhe i dimi i produkte dhe e rëndësishme është që në të ardhmen po ashtu të promovohet dhe përpunimi i produkteve bazë. Kjo asistencë është në këtë mënyrë, po pyetja është me vend, ne do të jemi në gjendje po ashtu që të masim edhe rezultatet, edhe efektin, edhe ndikimin e politikave tona, dhe në bazat e rregullta, po ashtu do t'i rivlerësojmë, siç thonë drejtën, dhe ka qenë përshtypje pozitive i gjithë stafi i ministrisë, ka qenë i angazhuar për t'i rishikuar ato këtë vit, në mënyrë që ato të drejtohen vërtet aty ku është vlera e shtuar më e madhe. E kuptueshme është do t'ju informoj që në kuadër të analizave tona në bujqësi, një sektor i cili është ka performuar mirë është shpestaria. Dhe për këtë arsye ne kemi vendosur me mbështet dy aspekte të saj, e para është mbështetja për pulat vojse, sepse kemi nevojë që të promovojmë prodhimin e sa më shumë vezë për tregun ton, por edhe për eksport, dhe e dyta është për brojler, për zogjët që eventualisht do të therren me qëllim të prodhimit të mishit. Ajo çfarë ju po i referoni dhe për këtë ne jemi duke punuar, është që të avancohet procesi i certifikimit, vullosjes dhe gjurmimit të vezë, në mënyrë që dhe ne si vend dhe konsumatori ta di se ku veza po prodhohet dhe ku po eksportohet, dhe për këtë arsye kemi vendosur masa shtesë në kuadër të programit për zhvillim rural. Pra qëllimi është aty. Ndërkohë, më lejo të informoj që më herët kuadër të kritereve ka qenë paraparë që kriteri për përfitim të granteve ka qenë shumë i lartë dhe subvencioneve ka qenë shumë i lartë vetëm për fermerët të mëdhej, firmat e mëdha të pulave, ndërkohë që kësaj here me një konsenzus e kemi reduktuar atë kriter në mënyrë që të përfshihen edhe fermerët e vegjël dhe të mëdhej në procesin e prodhimit të vezëve. Dhe unë besoj që kjo intensifikon plotësimin e kërkesave vendore dhe në të ardhmen, ku unë besoj fuqimisht Kosova ka potencial, është për eksportimin e vezëve. A kemi pyetje tjera? Nëse jo, lejo t'ju falimderoj posaçërisht për kujdesin dhe vëmendjen që e keni dediku Ministrisë së Bujqësisë dhe gjitha çështjeve që lidhen me të, dhe po ashtu ne do të jemi në gjendje që bashkë me ju të komunikojmë edhe rezultate tjera dhe masa tjera, qoftë edhe zhvillime tjera në sektorin e bujqësisë, ashtu siç ju mund të keni nevojë për informacion.